إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ألا وإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فهذا شرح وتعليق على شروط لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. Me emrin e Allahut, I gjithëmëshirshëm I mëshiruesi, falëndërimet dhe lavdërimet I takojnë Allahut, Zotit të botëve. Atë e lavdërojmë dhe falëndërojmë, prej Tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Si dhe kërkojmë strehim tek Allahu nga keqja e veteve tona dhe nga të keqijat e veprave tona. Atë që e udhëzon Allahu, s'ka kush ta humbas drejt devijimit. Dhe atë që Allahu e devijon, s'ka udhëzues tjetër për të. Dëshmoj se nuk ka të adhuruar tjetër me të drejtë përveç Allahut I pa ortak, dhe dëshmoj se Muhammedi është rob dhe I dërguar I Tij. Fjala më e vërtet është fjala e Allahut, dhe udhëzimi më I mirë është udhëzimi I Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, dhe çështjet më të këqija janë ato që shpiken në fe, dhe çdo shpikje është risi, bid'a. Çdo risi është humbje, e çdo humbje çon në zjarr, amma ba'd, e më pas. Ky është një shpjegim dhe koment rreth kushteve të fjalës La ilaha illallah. S'ka të adhuruar tjetër më të drejtë përveç Allahut. Wa la ilaha illallah miftahul jannah. Dhe fjala La ilaha illallah, s'ka të adhuruar tjetër më të drejtë përveç Allahut, është çelësi I xhennetit. وكل مفتاح له أسنان لا بد لعمله أن يكون له أسنان حتى يعمل. Dhe se çdo çelës ka dhëmbët, në mënyrë që ai të punoj, duhet më domos të ketë dhëmb. هذه الشروط شروط لا إله إلا الله 7 وبعضهم يذكر معها ثامنا. Kushtet e fjalës La ilaha illallah, s'ka të adhuruar tjetër me të drejtë përveç Allahut, janë 7. E disa I përmendin të 8-in, bashkë me këto 7. وهي الإخلاص وهي العلم واليقين والإخلاص والصدق والمحبة والقبول والانقياد. Dhe këto kushte janë dituria, bindja, sinqeriteti, vërtetësia, dashuria, pranimi, nënshtrimi. وهذه الشروط التي استنبطها أهل العلم واستخرجوها لم يأتوا بها من تلقاء أنفسهم. Dhe këto kushte të cilat I kanë nxjerrë njerëzit e dijes, ata nuk kanë ardhur me to nga vetët e tyre. وإنما كما سبق دلت الأدلة عليها. Por se, siç është cekur më parë, argumentet dëshmojnë për to, nga libri dhe sunneti. وهذا جواب أو فيه رد على الذين يزعمون أن شيخ الإسلام وغيره من أهل العلم يأتون بأصول وبقواعد من تلقاء أنفسهم. Dhe në këtë ka përgjigje apo refuzim për ata të cilët qëndrojnë në atë se Shejkhu I Islamit, Muhammed bin Abdul Wahhab,
dhe të tjerët prej njerëzve të dijes vijnë në sjellin baza rregulla nga vetët e tyre. وإنما كما سبق استخرجوها من الأدلة. Por se, me të vërtet, që ata I kanë nxjerrë nga argumentet, tekstet shariatike. فمنها هنا ننبه أنه لا يجوز للإنسان أن يأتي بقواعد وأصول من عنده وينسبها للشرع أو ينسبها لمنهج السلف الصالح. Që këtu paralajmërojmë se nuk I lejohet njeriut që të vije me rregulla dhe baza nga vetja e tij. E më pas, t'ja atribuoj ato shariatit, apo menhexhit të selefëve, të parëve tanë të devotshëm në fe. يعني ما الفارق بين عمل شيخ الإسلام وبين عمل أهل البدع الذين يأتون بقواعد وبأصول من تلقاء أنفسهم؟ Pra, cili është dallimi mes Sheikh al-Islam Muhammad bin Abdul Wahhab dhe asaj që veprojnë njerëzit e risive në fe, të cilët vijnë me rregulla dhe baza nga vetat e tyre. الفارق أن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب وغيره من أهل العلم ما أتوا بشيء جديد، إنما استدلوا واعتمدوا على دلالات الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة. Dallimi është në atë se Sheikhu I Islamit Muhammad bin Abdul Wahhab dhe të tjerët veç tij prej njerëzve të dijes nuk kanë ardhur me ndonjë gjë të re, por se ata janë mbajtur dhe argumentuar me faktet, argumentet nga libri dhe sunneti dhe nga ajo në çfarë ishin selefët e këtij ummeti. أما هؤلاء فإنهم يأتون بقواعد من تلقاء أنفسهم وينسبونها للدين. Kurse sa u takon këtyre, njerëzve të epsheve, ata vinë me gjëra nga vetet e tyre, duke I anveshur fesë. وبهذا يعلم الجواب عن سؤال أو عن استشكال من بعض الناس حين يقول من أين أتى شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب بهذه الشروط أو بهذه القواعد أو بهذه التقسيمات. Dhe nga kjo bëhet e qartë përgjigja nga një pyetje apo problematik që shtrojnë disa njerëz, kur ata thonë, prej nga erdhi Sheikh al-Islam Muhammad bin Abdul Wahhab me këto kushte, apo me këto rregulla, apo me këto ndarje. والجواب أنه رحمه الله تعالى لم يأتي بشيء من عنده كما سبق وإنما أتى بدلالات الكتاب والسنة. Dhe përgjigja është se ai Allahu e mëshiroft atë, nuk ka ardhur me diçka nga vetja e tij, siç u përmend, por se ka ardhur me argumentet e librit dhe sunnetit.